funciona. Good morning, dear academics, dear professors, dear colleagues and guests. It's such a pleasure to have you all with us in this. Është kënaqësi që ju kemi të ftuar dhe prezent në këtë konferencë të radhës të Muzeut të Bankës së Shqipërisë. Si vjet neve festojmë 100 vjetorin e themelimit të Bankës së Shqipërisë. Është një proces për të cilin kemi punuar për më shumë se 3 vite dhe ky është një nga veprimtarit kjo konferencë që organizohet në kuadër të këtij 100 vjetori. Sigurisht që do të na motivoj për të thelluar kërkimet tona lidhur me krijimin e monedhës së Shqipërisë. Kemi kënaqësinë të kemi guvernatorin Sejko për të t'ju drejtuar me fjalën përshëndetse të kësaj konference. Gjatë kësaj udhëtimi të 3 viteve, ne kemi parë shumë banka qendrore, shumë arkive, të cilat na kanë treguar dhe na kanë zbuluar historinë e krijimit të Bankës së Shqipërisë gjatë këtij 100 vjeçari. Tani ja lë fjalën guvernatorit Sejko. Mirëmëngjes të gjithëve. Do të flas në shqip për hir të mediave. Nderuar koleg, dashur studiues, miq, nderuar profesor Huber. Është një kënaqësi e veçantë t'ju uroj mirëseardhje në këtë aktivitet të rëndësishëm që kremton 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë. Konferenca e sotme nuk përfaqëson vetëm një ngjarje ceremoniale, por dhe një mundësi për të reflektuar mbi rrugtimin e një prej institucioneve themeltare të shtetit tonë, si dhe më gjerë mbi udhëtimin e ekonomisë, identitetit dhe zhvillimit institucional të Shqipërisë dhe të rajonit. Ideja e krijimit të një banke kombëtare shqiptare u formulua për herë të parë nga një prej mendimtarëve më lakpamës të rilindjes tonë, Sami Frashëri. Në manifestin e tij politik të vitit 1899, Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, Sami Frashëri shkruante për një shtet sovran shqiptar të themeluar mbi institucione të forta. Ndërtoi një autoritet qendror monetar konsiderohej prej Sami Frashërit si thelbësor për stabilitetin dhe për përparimin kombëtar. Kjo ide e lindur në kohë trazirash në Ballkan është pjekur përgjatë një shekullit karakterizuar fillimisht nga paqëndrueshmëria, por edhe nga rindërtimi dhe reformat. Historia e Bankës Qendrore në Shqipëri pasqyron evolucionin e vetë vendit me 3 faza të dallueshme të formësuara nga sisteme politike dhe ekonomike të ndryshme. Megjithse pa vijimësi, përpjekja e parë për themelimin e një banke kombëtare u krye në vitin 1913, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë. Ismail Qemal Vlora, babai i pavarësisë së shtetit shqiptar, e konsideronte krijimin e bankës si një institucion të dytë të rëndësishëm pas shtetit të ri, pas aktit të pavarësisë. Ambicia e Ismail Qemalit u realizua në vitin 1925 me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë. E ndërtuar sipas modeleve të bankave qendrore europiane dhe nën administrim italian, banka emetoi monedhën e parë kombëtare
duke funksionuar mbi bazën e standardit të arit dhe kryer njëkohësisht detyra bankare, qendrore dhe tregtare. Pas luftës së dytë botërore, themelimi i Bankës së Shtetit Shqiptar pasqyroi kalimin në një ekonomi të centralizuar dhe të planifikuar. Përpara se të ndiqte një rrugë izolimi pothuajse total, në këtë periudhë Shqipëria lidhi disa aleanca, së pari me Jugosllavinë, më pas me Bashkimin Sovjetik dhe në fund me Kinën. Banka Qendrore funksionoi brenda një sistemi të mbyllur për gati 5 dekada, duke emetuar monedhë, menaxhuar aktivitet financiar të kufizuar dhe duke zbatuar politika në një ekonomi të shkëputur nga tregjet globale. Kapitulli i tretë nisi në fillim të viteve 90 me tranzicionin demokratik dhe krijimin e Bankës së Shqipërisë si një institucion modern dhe i pavarur. Integrimi ynë në institucione ndërkombëtare, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, shënoi një pikë these duke hedhur themelet për reformat e tregut, forcimin e kapaciteteve institucionale dhe rrugën drejt integrimit evropian. Sot Banka e Shqipërisë ruan me përgjegjësi stabilitetin e çmimeve, stabilitetin financiar dhe të makroekonomisë. Politikat e saj, bazuar në të dhëna, analiza dhe kërkime shkencore, janë të përafruara me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në funksion të shërbimit ndaj publikut. Me kalimin e kohës, banka ka vepruar në pothuajse të gjitha regjimet monetare, nga standardi i arit te planifikimi i centralizuar e në fund tek shënjestrimi monetar dhe ai i inflacionit. Përmes çdo tranzicioni, banka ka treguar pragmatizëm dhe profesionalizëm, gjithmonë me synimin për të shërbyer si forcë stabilizuese në kohë pasigurie. Ky evolucion është mundësuar edhe nga kontributet e njerëzve, ekonomistëve, nënpunësve civil, studiuesve dhe madje edhe artistëve, ekspertiza dhe përkushtimi të cilëve kanë formësuar identitetin e bankës në gjithë kohrat. Jemi mirënjohës punës së tyre të shkëlqyer në ngritjen e institucionit. Po aq mirënjohës u jemi edhe studiuesve që kanë punuar për dokumentimin e këtij rrugtimi, si për shembull ekonomisti të shquar Haxhi Shkoza, shkrimtarit të nderuar akademikut dhe ish drejtorit të bankës Dimitër Pasko, profesor Aristotel Panos, i cili ka bashkëpunuar me ne seksionet e shekujve të 20 dhe 21 të Muzeut të Bankës dhe gjithashtu ka hartuar historinë zyrtare të Bankës Shqipërisë për këtë 100 vjetor, profesor Ilias Fishtës dhe profesor Kristof Rashrit, së bashku me shumë të tjerë që kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë për shkrimin e historisë së bankingut shqiptar. Megjithatë mbetet ende shumë për të zbuluar. Në 3 vitet e fundit, në kuadër të këtij përvjetori, ekipet tona të muzeut dhe të kërkimit shkencor kanë zbuluar diskutime të brendshme institucionale, vendime politike dhe dimensione kulturore që ende qëndrojnë të fshehura në arkiva ose të shpërndara në përbotimet kohës. Jemi të përkushtuar të ruajmë dhe të zgjerojmë këtë kujtesë institucionale, sepse kuptimi i të kaluarës forcon vendimet që marrin për të ardhmen. Rruga e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian ka qenë një shtyllë kryesore e reformave institucionale dhe ekonomike. Banka e Shqipërisë luan një rol tepër të rëndësishëm në këtë proces, duke përafruar politikat dhe praktikat e saj me standardet evropiane, me synim forcimin e stabilitetit, transparencës dhe qëndrueshmërisë e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Me vështrimin drejt së ardhmes, përkushtimi ynë mbetet i palëkundur të forcojmë gatishmërinë institucionale, të thellojmë bashkëpunimin institucional dhe të sigurojmë që sistemi financiar i Shqipërisë të jetë i përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga mundësitë e një të ardhme të integruar europiane. Këto sfida apo mundësi të reja, si monedha digjitale, rreziqet klimatike, inteligjenca artificiale dhe inovacioni financiar, po transformojnë peizazhin financiar global. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky realitet.
Dekadat e ardhshme do të kërkojnë shkallësi, largpamësi dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët europian dhe ndërkombëtar. Ne duhet vazhdojmë të forcojmë kapacitetin ton institucional, jo vetëm për të përmbushur mandatin ton kryesor, por edhe për të mbështetur stabilitetin dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar. Për këto arsye, konferenca si këto janë të rëndësishme, duke bërë bashkë historian, muzeolog, studiues dhe ekonomist, ne shkëmbejmë këndvështrime të reja mbi mënyrën se si evoluojnë institucionet monetare, se si vendimarrja monetare formëson rezultatet dhe se si fitohet dhe ruhet besueshmëria. Kjo konferencë nuk studion vetëm të kaluarën, ajo synon të parashtrojë dhe pyetjet e duhura për të ardhmen. Ju falemnderit për pjesëmarrjen dhe kontributin në këtë diskutim vazhdueshëm që ne bëjmë si Bankë Qendrore. Dhe gjithashtu pres me padurim të lexoj reflektimet dhe hulumtimet tuaja dhe në kapitujt e ardhshëm që ne do të shkruajmë së bashku. Ju falemnderit për kontributin tuaj dhe prezencën në konferencën e Bankës së Shqipërisë të muzeut me rastin e 100 vjetorit të themelimit të institucionit tonë si Bankë Qendrore. Falemnderit. Dear Governor, thank you. Guvernator, faleminderit për fjalën tuaj dhe për mbështetjen tuaj për kërkimin historik, sidomos gjatë këtyre 3 viteve të fundit që ne kemi punuar fort për 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë. Tani, ju kujtoj të gjithëve që me këtë radhë në konferencën e Bankës së Shqipërisë ne kemi një figurë të shquar i cili shërben si folës kryesor i këtij eventi, profesor Hoover. Profesor Hoover është profesor i ekonomisë dhe filozofisë në Universitetin Duke, e cila është qendra e historisë për ekonominë. Gjithashtu ka shërbyer dhe në Universitetin e Oxfordit dhe Kalifornisë, duke shërbyer si shef i katedrës së historisë dhe ekonomisë. Gjithashtu, ai është dhe bankier qendror, duke punuar për Rezervën Federale në San Francisco. Aktualisht shërben si editues i metodologjisë së studimore të ekonomisë. Është shumë i njohur për shkrimet e tij në historinë dhe metodologjinë ekonomike, për të cilën ai do të flasi dhe sot. Gjithashtu, ka dhënë shumë kontribut për studimin e historisë dhe metodologjisë ekonomike në kuadrin e pragmatizmit. Ka shumë publikime dhe botime ku studies të tjerë i referohen atij. Është fitues i shumë çmimeve dhe nderimeve ndërkombëtare. Dhe dua ta falenderoj veçanërisht për pranimin e ftesës që i bëri ftesës son për të marrë pjesë dhe për të shërbyer si folës kryesor në këtë konferencë të Bankës së Shqipërisë. Ai nuk ndihmon vetëm për historinë dhe metodologjinë e ekonomisë, ekonometrisë, por na shërben të kuptojmë atë çfarë nuk është zbuluar apo kuptuar në fillesat e hershme të apo ka ngelur pa zbuluar në fillesat e hershme të studimit të historisë, së ekonomisë dhe metodologjisë. More than deserved, but appreciated. You're going to have to hear me give a longer talk, but I understand that a picture needs to be taken. So let me just make a couple remarks.
Faleminderit për ftesën. Kuptoj që duhet të bëjmë dhe një foto të rastit sipas agjendës. Faleminderit guvernatori Seiko për fjalën tuaj, që për mua dhe besoj dhe për të tjerët ishin shumë informuese për punën që ka bërë Banka e Shqipërisë dhe me këtë rast shpreh dhe urimet e mia Bankës së Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit të themelimit të saj. Dëshiroj të falenderoj njerëzit të cilët punuan për organizimin dhe finalizimin e kësaj konference. Faleminderit Altin Tankut dhe Besa Prelës dhe i të gjithë stafit të bankës, të cilët u bëm bashkë, punuan bashkë fort për të realizuar këtë konferencë. Kjo konferencë rreth historisë së bankingut dhe ekonomisë na kthen pas për të parë pikat e dobta të ekonometrisë dhe t'i lidhim ato me të dhënat për të parashikuar se si do të ecim më tej në të ardhmen. Historia është shumë e rëndësishme për këtë. Pasi kuptojmë të kaluarën, të bëjmë krahasime me të tashmen, por edhe midis vendeve dhe mbi të gjitha na jep material për të kuptuar të ardhmen e cila mbetet e pazbuluar, por që ne të jemi të përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga oportunitetet e të ardhmes. Kjo konferencë do të ofrojë shumë, me sa shikoj dhe agjendën, për të mësuar, por edhe për të diskutuar dhe debatuar për historinë e ekonomisë të Ballkanit, por edhe më gjerë. Më lejoni të ndaloj këtu, se mendoj që është koha për të bërë një foto të rastit. Bëjmë një fotografi. Let's do a family photo, and then to continue with the conference proceeds. Thank you.